Në yrat përreth ishullit të pabanuar Gjiaros në Cikladat Veriore, shkencëtarët detar po punojnë për të restauruar pyjet në ujore me Schistosera, një specie algash kafe e rëndësishme për biodiversitetin që ka pësuar degradim, duke prekur ekosistemet kritike. Sipas qendrës helenike për kërkime detare, shkencëtarët kultivojnë dhe rimbjellin algat në shtratet shkëmbore të detit. Fidanët e Schistoseras transferohen në shkëmbin shkëmbor të Gjiaros, pasi kultivohen në disqe qeramike. Projekti i mbështetur nga Bashkimi Evropian është pjesë e një përpjekje për të rritur biodiversitetin në një zonë të pasur detare të mbrojtur të përfshirë në rrjetin evropian të zonave të mbrojtura Natura 2000. Ekologja detare Politimi Lardi tha se Schistosera ndikohet drejt për drejt nga ndryshimet klimatike dhe ndikojnë gjithashtu në ciklin e saj riprodhues, duke lëshuar më pak spore. Pyjet në ujore preken drejt për drejt nga ndryshimet klimatike. Kemi vënë re se për shkak se dimrat janë më të ngrohtë dhe verat janë edhe më të ngrohta, në disa pika, cikli riprodhuesi i Schistoserave preket, që do të thotë se disa vite, ato mund të mos lëshojnë spore, kështu që nuk riprodhohen. Të kesh zona të mbrojtura të mirë vendosura është shumë e rëndësishme dhe për fat të keq në Greqi gjërat nuk funksionojnë kështu. Zonat e pakta të mbrojtura që kemi janë vetëm në letër dhe nuk janë të mbrojtura siç duhet të jenë. Dhe nëse do të mund t'i linim disa vende të paprekura, mund të ndodhte magjia. Ekologja detare Maria Salomidi tha se aty ku Schistosera lulëzon, shumë specie të tjera mund të lulëzojnë gjithashtu, duke krijuar diversitetin më të mirë në mjediset e shkëmbive në ujor. Nëse kjo specie kthehet, nëse pyjet kthehen, atëherë të gjitha kafshët dhe bimet e tjera që lidhen me pyllin, do të kthehen gjithashtu, tha Salomidi. The goal of Reforest project is to restore Qëllimi i projektit të pyjeve është të rivendos shkëmbinjtë e vegjël të ishullit, të cilët janë degraduar për arsye të ndryshme gjatë dekadave të fundit, dhe ne synojmë të rikthejmë ato në gjendjen e tyre të shëndetshme, që do të thotë se pyjet në ujore me Schistosera do të lulëzojnë përsëri. Gjë që nga ana tjetër do të tërheqë dhe do të ndihmojë në përmirësimin e të gjithë jetës detare. Jemi vërtet krenar që shumica e pllakave prej balte me Filiza Schistosera që vendosën vitin e kaluar janë ende në Gjiaros në Greqi dhe po rriten. Ato në fakt janë rreth 4 deri në 5 cm të gjata tani. Jemi vërtet krenar për këtë. Where Schistoseras thrive, aty ku Schistoserat lulëzojnë, shumë specie të tjera mund të lulëzojnë gjithashtu. Ato ofrojnë strehim, ushqim dhe hije për speciet e tjera. Aty ku kemi pyje me Schistosera, kemi diversitetin më të mirë që mund të kemi në mjediset e shkëmbimeve në ujor të mesdheut. Nëse kjo specie kthehet, nëse pyjet kthehen, atëherë të gjitha kafshët dhe bimët e tjera që lidhen me pyllin do të kthehen gjithashtu.